Një prej elementeve gjithashtu që Kurani e qorton mirë të vazhdueshme, madje e shef si një lloj rrugë drejt cilës njeriu humbet jetën e kësaj bote, po mbi gjitha humbet dhe botën tjetër, është padrejtësia. Pra është i kufi, po themi, i panegociueshëm së paku me krijesat e tjera. Pse është kaq e rëndë padrejtësia dhe pse qorton Kurani në mënyrë të vazhdueshme padrejtësinë? Allahu xhallahu kur na ka treguar në Kur'an, na ka thënë që Zoti ju hodhi apo ju çoi amanetin, pra përgjegjësinë qiejve dhe tokës edhe maleve. Thot për ato u trëmë, thot, dhe u friksuan dhe refuzuan që ta mbartin. Atë e mbarti njeriu, thot. Innehu kana zaluman jahula, thot Zoti në Kur'an, thot para ishte, thot, i padrejtë, thot, dhe i paditur. Pra, njeriu edhe pse ka fitrën e Zotit që përmendëm pak më parë, ka një lloj prirje individuale të vetën, prirje, për shkak të dobësisë së tij, për shkak se është i paditur, që të bëj padrejtësi. Të bëj padrejtësi. Mirë, po padrejtësia është prishja e rendit kozmik. Është prishja e rendit të Zotit. Është prisja e ekuilibreve se si Zoti ka vendosur gjërat në tokë. Nëse drejtësia është vendosja e çdo gjëje në vendin e caktuar, në vendin që i takon, në kohën dhe në vendin e caktuar, ku çdo kujt i jepet haku, padrejtësia është e kundërta e kësaj. Pra është e kundërta e sistemit dhe rendit i cili Zoti ka krijuar gjërat në të. Ka se si mund të jetë dhe si mos të jetë e gabuar apo gjëja më e keqe.